dhe po më vret dielli, se dielli u bike në sy. Mos na la vetëm. Armon najt mos na la vetëm. Aty ishte pa shpresë, ata nuk kishe mundësi, s'kishe në asnjë institucion edhe shtetit, më pason s'ka pas mundësi mi shpëtu ata. Po fjalët e tyne janë tingëllim në vazhdimsi. Sa herë nisem për Dubrav, të parat që më dalin këto fjalë, tani vinë rend të shokëve një pas një. Të emocionojnë këto, pas të diskut. Po të prekin. Ma ngjallin dhembjen, ma krijojnë vetbesimin, po dhe mushin urrejtje për atë gjendje, për ata njerëz që kanë bo atë krim. Dhe ndoshta po tham, mi pas se më mi qitë për para, nuk kisha prit gjykatë. S'kisha mujt me prit gjykatën. Më vje keq, jemi 26 vjetë prapa, po kur e llogaris thirrjet e tyne, vrasjet e tyne, 118 vram, 400 plagosin, edhe ata kanë mujt me qenë kretë vram. Absolutisht po. Edhe mi po gardianët, mi po ata, edhe alama keq, kur sot për shembull e shoh Miroslav Gavrilovićin, Gagin aty. Edhe avokati Tina, nga rrëfimi, nga deklarata ime, thot, kam ta pyesi 5 orë, thot, në Ajtasanin. Kur shkoj atje, mas 2 muje, thot, nuk kam pyetje. Domthon gjithë deklarata që kam dhënë është e saktë për ata për krimin që ka bërë. Torturat janë ndryshme, shpirtërore, psiqike, dhe njerëz ta thash, kur nisem piktujt për përvjetor, Dobrava është sken. Absolutisht po. Psikologët më kanë pyet dikun, a she ëndra? Nuk kam